Me rritjen e temperaturave kanë filluar të funksionojnë edhe pishinat e hapura në rajonin e Pollogut dhe jo vetëm. Zakonisht pishinat fillojnë të punojnë me ardhjen e qershorit, duke ofruar mundësi për pushim mjeditor për pushuesit e shumt. Krahas të rinjve, pishinat frekuentohen edhe nga moshat e rritura, sidomos gjatë fundjavës. Pas fillimit të pushimeve verore, pritet që frekuentimi të jetë më i madh edhe gjatë ditëve të tjera të javës. Pronari i pishinës Aquapark shpreh i kënaqur me numrin e vizitorëve, ndërsa përmend edhe kushtet që ofron kjo pishinë. Këtë vit ka filluar sezona në kohën e dur, ne kena filluar të punojmë që nga 1 qershor. Temperaturat kanë qenë mesatare, javën e parë, mira, javën e ditë kanë qenë pak më të ulta, mirë po vizitues kena pas mjaftueshëm, ashtu që interesimi vazhdon si çdo vit. Kushtet i kena të mira, ku mbizotron pastërtia dhe siguria elemente kryesore, ku kombas kohë merren edhe analizat e ujtit, edhe ajo na vërteton atë sigurinë dhe pastërtinë që e kena. Krahas pishinave që janë të adaptuara për çdo moshë, me mirëmbajtje të ujit dhe personave përgjegjës që merren për siguri, risi është se pishinat nuk mbyllen në mbrëmje, por ofrojnë edhe kushte për qëndrim gjatë orëve të mbrëmjes. Këtë vit përveç organizimeve të ahendjeve që i kena në mbrëmja, kena edhe një teras, long terase, që merren me pijet koktejleve të ndryshme verore. Është një risi e re dhe është ambienti shumë fenomenal, ku me një vend natyral, ku ujti dhe qielli mbizotrojnë, është e këndshëm që mysafirët të provojnë një koktejl veror në mbrëmje apo brenda ditës. Temperaturat e larta këtyre ditëve që mbizotrojnë në vendin tonë dhe jo vetëm, kanë bërë që pishinat të jenë një zgjidhje e mirë për shumë qytetarë që nuk kanë mundësi të kalojnë pushime në Bregdet. Ndryshe, hyrja për personat mbi 14 vjeç është 200 denar. Për fëmijët e moshës nga 3 deri në moshën 7 vjeçare, hyrja kushton 100 denar, ndërsa prej moshës 7 vjeçare deri në moshën 14 vjeçare, hyrja kushton 150 denar. Pishina Aquapark është ndër të parët që filloi me punë në rajonin e Tetovës, edhe atë në muajin korrik të vitit 2004.